Këngëtari I njohur shqiptar, Gjesti, do të mbajë sonte koncertin e radhës në diasporë, këtë herë në një nga diskotekat më të njohura për publikun shqiptar në Gjermani, I Love Albania, përmes një videoje të publikuar në rrjetet sociale. Gjesti I ka ftuar të gjithë fansat dhe ndjekësit që të jenë pjesë e kësaj mbrëmjeje të veçantë, duke premtuar atmosferë elektrizuese dhe muzikë të paharrueshme live. Ju ftoj të ndiqni video mesazhin e Gjestit. Ku jeni, hey people? Pa gjumë, po, lodhon, po, sa ne, po, po kur energjia s'o ka mungon. Sonte ve, Love Albania, ka të meri, stadium, shkojmë krejt ma gjallë me DJ Gimbal aty, sonte, krejt mu mbledh. Por ajo që po bie gjithnjë e më shumë në sy është intensiteti I pandalshëm I angazhimeve të Gjestit. Turneu I tij ka nisur që në fillim të majit dhe duket se vera do të jetë e gjitha nën ritmin e tij, me koncerte thuajse çdo fundjavë dhe një agjend të mbushur deri në gusht. Si arrin ai të mbajë këtë ritëm të lartë energjie? Ku I gjen forcat për të mos u ndalur, kur përveç performancave live është aktiv edhe në studio duke sjellë projekte të reja muzikore, si kënga e fundit Veshu ndreqe. Janë pyetje që fansat I bëjnë gjithnjë e më shpesh, ndërsa ai vazhdon të jetë një ndër emrat më të kërkuar të momentit. Sonte është nata e radhës. Gjermania është gati për një tjetër super performancë nga Gjesti në skenën e I Love Albania.